e rënë në Itali. 27 vjeçaria shqiptare gjendet e pajet lidhur në një pemë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në shtetin Fqinj, Itali, ku një 27 vjeçare shqiptare është gjetur e pajet. Sipas media italiane mësohet se rea shqiptare është gjetur e lidhur në një pemë pranë të ashtu quajturës ura e sherifit përgjatë rrugës midis Larinos dhe Biferninos. Ishte bashkëshorti i saj ai që e gjeti, një burr 51 vjeçar që kishte nisur ta kërkonte nga frika se mos ndërmerrte ndonjë veprim ekstrem. Ishte ai që lajmëroi policinë. Policia ka marrë në pyetje 51 vjeçarin, por ai për momentin nuk është nën hetim. Gjithashtu autoritetet italiane kanë urdhëruar autopsinë e trupit të saj, e cila do të kryhet në 2 maj dhe hetimet janë ende duke vazhduar për zbardhjen e plotë të rrethanave. 27 vjeçaria ishte nënë e një fëmije dhe ishte ndar nga 51 vjeçari, ndërsa jetonte vetme me djalin e saj 7 vjeçar. Ajo njihej në fshat për angazhimin e saj në punë në një qendër për emigrantët dhe për lidhjen e fortë me të birin, i cili përshkruhej nga të gjithë si qendra e jetës së saj. Ndërkohë autoritetet janë shprehur se vetëm autopsia do të nxjerrë në dritë të vërtetën, ndërsa për momentin nuk ka asnjë person nën hetim.